Normalisht se mendoj se mund të bënin diçka ndryshe, por në situatë kur ton ta fitosh ndeshjen dhe rrezikon për ta fituar dhe vendosim edhe lojtarë shumë ofansiv, atëherë pas atyre rasteve 4-5 rasteve që patëm pjesë ditë flagrante, na erdhi dënimi, normalisht duhet të paktën barazonin, por gjithmonë futbolli është rregull i pashkruar kur nuk shënon, do punosh, do pësosh, por e rëndësishme është që të ruajmë qetësinë për shkak se është një ndeshje, një humbje e rëndë që vjen në moment shumë keq, është një goditje e rëndë për ne dhe shpresoj që nga ndeshja e ardhshme të kthehemi me rezultat pozitiv. Është fakt që në fund patëm shanse që duhej të kishim shënuar për të fituar, por është fakt që të paktën 30 minutat e fundit nuk sulmuam ashtu siç e bëm në 10 minuta apo 5 minuta. Mendon që këtu duhet të bënim ndryshe apo thjesht ashtu shkoi loja? Ndoshta edhe keni drejt, por gjithmonë situatat krijohen edhe në varësi kundërshtarit. Ato gjithmonë rrinin me shumë futbollistë prapa dhe nuk ishte lehtë që të krijohen raste të pastra. Në këto situata ne krijuam shumë raste pjesën e dytë dhe sikur shënonim një nga ato raste do ishte histori krejtësisht tjetër, por futbolli si ndonjëherë ta jep fatin, ndonjëherë ta kthen shpinën, sot ishte gjithçka totalisht kundër neve. Bashkë me Ajetin që zhvilloi një super paraqitje, nëse diçka sot binte në sy, ishte kontrolli i lojës që kishim me Islamin dhe me Zenullajin. Mendon që largimi i Islamit disi e humbi ritmin edhe Zenullajit dhe aty në mesfush sikur po ngulfatëm vetne? Patjetër duhet të bëjmë të fusim sulmues dhe të krijojmë situata më të rrezikshme para portës. Islami ka qenë edhe me pikpyetje, domethënë ka qenë edhe me dhimbje para ndeshjes, pastaj kishte edhe karton verdh dhe unë mundova që të reagoj që mos ngelim situatë me një lojtar më pak, për shkak se na duhej sulmues, na duhej fitoria, por gjithçka kur përfundon ndeshja dhe rezultati është negativ, normalisht çdo lëvizje që kemi bë del se është negative dhe se është e gabuar dhe normalisht unë dhe ne marrim përgjegjësitë për atë aspekt, por duhet të përgatitim ekipin psikologjikisht për ndeshje tjera për shkak se ka edhe 8 ndeshje deri në fund të kampionatit, besoj që ka edhe shumë luftë dhe normalisht nuk na duhej në asnjë moment të gabojmë sot, por edhe shpërqendrimi, edhe pauza, edhe shumë futbollistë në reprezentacionet përkatëse. Kishim edhe mungese të rëndësishme sot, por megjithatë nuk ka asnjë lloj justifikimi. Si do të ndikon disfata e sotme në ndeshjet e radhës, mendoj në atmosferën e ekipit? Unë besoj që Shkëndija ka treguar shumë herë se ditë kthehet edhe pas rezultateve negative ose pas ndonjë humbje, ne do mundohemi që të rikthehemi në maksimumin e mundshëm tonë, që të fitojmë ndeshjen e ardhshme dhe të luftojmë deri në fund kampionatit. Tani po të fillojmë të numërojmë golat e Besart Ibrahimit, humbim shumë kohë sepse ka shënuar pafund. Por askush nuk e fajson Ibrahimin, por mban mend kishte humbur 2 mundësi si ato Besart Ibrahimi. E thua që këtu fati nuk ishte le. Unë them që dita kur Besart Ibrahimi humb raste të atij lloji, domethënë është gjithçka kundër. Për atë thash edhe gjithçka kundër, është një lojtar i cili na ka dhënë shumë, ne duhet të përkrahem dhe patjetër që edhe ndeshjet tjera do na jep shumë, por gjithmonë futbolli të mëson dhe ne do të jemi me këmbë tokë dhe duhet të nxjerrim përfundimet për këtë ndeshje dhe normalisht edhe gabimet mos i përsërisim ndeshjet tjera.